Si rrallë një president amerikan kërcënohet për herë të tretë me jetë, ndërsa pritet një tjetër spektakël e përhajoi përballjes së tij të parë në ballën vjetore të gazetarëve që mbulojnë Shtëpinë e Bardhë, një incident i rënë sigurie e ndaloi presidentin Donald Trump të ironizonte me ata që shpesh i konsideron rival, të majt apo dhe idiot, njerëzit e medias. Pamjet e pasmesnatës së shtunës ishin të mbushura me ankth, rojet e armatosura deri në dëm, agentë të shërbimeve sekrete që të rriqnin zvarr presidentin me gruan e tij, zëvendës presidentin si deturën e sekretarëve dhe të kongresmenëve të kërcënuar nga akti i vetmuar një 31 vjeçari, i cili çuditërisht nuk rezultoi as shumë i çmendur, as shumë i majt, por një person normal me nota të shkëlqyera në arsimim dhe tashmë dhe pedagog. Donald Trump nuk është presidenti i parë që kërcënohet. Ai shpesh mban si referencë personale Abraham Lincolnin, një nga baballarët themelues të Amerikës, njeriu i cili u ekzekutua ditën që firmosi Kartën e Drejtave Civile, çka i dha fund sllavarisë në Shtetet e Bashkuara në shekullin e 19. Vet Hilton Washington, ku u regjistrua incidenti i shtunës, është hoteli ku u bë atentat Ronald Reagan plot 45 vjet më parë. Presidenti Reagan shpëtoi vetëm për pak milimetra, por u bë i famshëm pasi para se tyndën sanë në operacionit, pyeti doktorin që do ta operonte nëse ai ishte republikan. Dhe doktori i dha atij përgjigjen legjendare: Zoti president, sot jemi të gjithë republikanë. Kjo si shenjë se në momente të tilla dramatike vendet, popujt, shoqëritë bashkohen. Dhe një orë pas incidentit të së shtunës, presidenti Trump bëri një deklaratë publike ku nënvizoi nevojën e heqjes së retorikës jarrvënëse në politikën amerikane, si dhe heqje dorë nga dhuna e motivuar politikisht, që atë, por jo vetëm, e ka kërcënuar 3 herë me jetë. Por shumë thonë se ky reagim i Trump është i vonuar, kjo sepse po shumë me gjenë edhe ato përgjegjës për retorikën jo konvencionale që ai shpesh përdor. Dhe nuk është as i pari, as i vetmi dhe as i fundit. Ajo që ndodh në Amerikë, në Shqipëri për shembull, ndodh thuajse çdo ditë dhe autori kryesor për 85 vjetësh ka vetëm një emër: Sali Berisha. Prej vitit 1991, çdo kritik i tij merr një batare ofendimesh zjarrvënëse, nga epitetet politike deri tek insinuatat personale. Dhe problemi është se Sali Berisha e ka paltosin dhe një virus pandemik. Ai ja ka përcjell këtë politikës, por të shoqërisë. Për fat keq, jo rrallë dhe pa pasoja, vetë ai është përballur me atentate, si ai në fshatrat e Tiranës, në fushatën e paprecedent të zgjedhjeve të armatosura të vitit 97. Pak muaj më vonë, po atë vit, retorika ekstreme e Azemajdarit e përballi atë me një atentat brenda sallës parlamentit, kur nga plumbat e shpëtoi vetëm Zoti. Pak ditë pas 21 janarit 2011, Edi Rama u kërcënua me jetë me pretekstin se një grup i tashuquetur të kitarës protestuesit u kishin ndjekur një makinë. Sigurisht, motivi vërtet ishte ai politik. Sali Berisha bën vazhdimisht thirrje për goditje fizike të politikanëve rival, të prokurorëve, të gjykatësve, të gazetarëve. Por ajo që ngjau në Washington nuk ishte shaka. Për këtë do flasim sonte. Sigla.